Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë së bashku lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dua tashmë të flas për çiftin Selim Bo, një nga çiftet më të dashur dhe më të duar trokitur të publikut të kohëve të fundit na kanë bërë që të fokusohemi dhe të jemi pranë tyre. Na kanë bërë që të dhurojmë energji të mirë, na kanë bërë që të dhurojmë dashuri të mirë. Selim Bo së fundmi kanë qenë të ftuar të dy në një nga emisionet në Kosovë ku kanë folur për rrugtimin e tyre të dashurisë, ku kanë treguar gjërat më të fundit dhe ku kanë folur për zhvillimet e ngjarjeve në jetën e tyre. Ashtu siç në fakt ato e kanë shprehur në rrjetet sociale raportin, një raport shumë i bukur, një raport korrekt, një raport fantastik, ashtu e shprehën edhe në intervistë, do me thënë unë pash një Selina jashtëzakonisht të lumtur, të kuruar dhe tepër dinjitose, dhe pash edhe një Gimbo i cili ndjehej i bekuar në jetën e tij që për bashkëshorte ka përzgjedhur Selinën. Me thënë raporti ishte fantastik. Një raport shumë i sinqert dhe me shumë vlerë. Unë them që nga raportet në Big Brother, Selina dhe Gimbo, Luizi dhe Kiara, deri më tani janë nga çiftet më të vërtet që kanë krijuar atë dashurinë, atë energjinë dhe atë pozitivitetin e tyre. E pash Selinën jashtëzakonisht të lumtur. Çifti fillimisht një herë, ashtu siç e kam thënë, nuk është se bëjnë ndonjë plan në letër se kur do ta bëjnë dasmën e tyre, se çfarë dasmë do të jetë ajo dhe çfarë fustani do të ketë të veshur Selina. Do me thënë akoma nuk kanë hyrë në këto detaje, me patjetër që dëshira më e madhe e një çifti është që të shkelen mbi altarin e kuq të dashurisë, por Selina nuk e ka në planet afat më të afërta këtë gjë. Selina martesën ja ka lënë kohës. Çifti një herë kishte përzgjedhur që të shijojnë momentet, ta shijojnë dashurinë, ta jetojnë dashurinë, ta shijojnë këtë ndjesi që ato të dy e kanë krijuar dhe që e kanë gjetur tek njëri tjetri dhe po investojnë, po punojnë. Gimbo kishte filluar edhe me dasma, do me thënë që shkonte surpriza edhe në përdasma, në natën më të bukur të çiftit, për t'ju dhuruar dashuri, për t'ju dhuruar energji të mirë, siç duket, do me thënë kanë shtrirë kanalet e energjisë në formën më të mirë. Pash që raporti i kunatave me Selinën është një raport fantastik. Selina ka një raport fantastik edhe me vjerën e saj, gjë në fakt që unë nuk e kam dyshuar, edhe në kohën kur Selina ka qenë pjesë e Big Brotherit, e kam ditur që do të ketë një raport teje dinjitos, sepse këtë kulturë ka treguar. Do me thënë, çifti gjatë gjithë verës do të na dhurojë energji të mirë, ndërsa në shtator Selina do të ketë një rol të rëndësishëm në televizionin Top Channel.